unë mendoj se ma parë ishim ndrues më besnik, edhe idealist, edhe ushqenim idealin. Tani jemi përgjumër pak, nëse vëreni se Kosova ishte, ndoshta i djepi që e ushqente adhetarin, e ushqente këtë andër, të gjithë ne, se të merrem i vesh një gjë. Kosova është realizim i ëndrrës mbar shqiptare, jo vetëm i shqiptarëve të Kosovës, sepse ata ëndrrë e ndronim edhe ne shqiptarët e Maqedonisë. Shqipëria jo vetëm ndronit, keni punuar shumë edhe keni dhënë kontribut madh kur themu na ndronim ne edhe vepronim. Shqipëria është realizim i ëndrrës, i ambicjeve, i punës, i kontributit mbar shqiptar, nuk është i vetëm vëllezërve tanë që jetojnë atje. Në fakt, historia thotë që betejat kryesore për çlimin e Shqipërisë janë bërë pikërisht në Kosovë. Unë sot e kësaj dite atje ku banoj unë flitet për shqiptarët që kanë marrë pjesë në gjithë luftat që janë bë në Shqipëri, prej mbretit e deri më... Domethënë, ne tani mendoj se nëse kur duhet jem cinik deri në fund, tani shpesh herë shqiptarët nuk i bashkon ideali, po i bashkon hajnia, për shembull politik, nuk flasim për popullin, të merrem i vesh. Populli është elitat që ka. Edhe sot ju nëse i shihni elitat politike, nuk i bashkon me vërtet ideali, po i bashkon e kështu halli, kur bëjnë gabime, si që është gjykata speciale e Hagës, kur vete gabojnë punën, mandej dalin me protesta që të shpërlajnë mëkatin e vetë. Nuk ka gabuar populli shqiptar me gjykatën e Hagës, po gabuan elitat politike shqiptare, se zotriu kryeministri i Shqipërisë vinte me helikopter këtu, që bëj presion shqiptarëve që ta votojnë gjykatën. Unë më kujtohet çfarë të sharash ka marrë, vetëm pse e thash këtë në një intervistë në Kallzokom, që është ende, se gjykata e Hagës është një grusht ndaj shtetit kosovar. Pse? Sepse me atë dëshmohet që shqiptarët nuk kanë potencë që të merren me vetvete. Pse nuk e parapam ne këtë që për cilin po protestojmë sot, apo ishim krejt pafuqishëm përballë një presioni ndërkombëtar që nëse nuk do ta themelonim ne, do ta themelonin Kombet e Bashkuara. Po le ta themelojnë. Që do të ishte edhe më sfiduese thonë ata që shpjegojnë themelimin e gjykatës speciale. Me çfarë do dallonte nga kjo? Me asgjë. Ndoshta atëherë do të keshim më shumë të drejtë morale të protestojmë. Do të kishin një farë ndikimi edhe Kina dhe Rusia, thonë ata që janë, po themi, jo gjithësor ndaj. Po le të kishin me vëlla, po në Rusia dhe Kina kishin ndikim edhe në atë Hagën që u formue për luftat në Jugosllavi. Po ishte atje fatmirëlime, ishin edhe dolën të pafajshëm. Nëse a kështu ju e formoni gjykatë, kjo është gjykatë e Kosovës, kjo ashtu e ka atributet, ashtu i ka elementet.